Ramzaj, me dhuntit e ti, u kish ngjallur të gjithëve, në zemër ndjenjen e një besimi dhe mirëdashje të madhe për të. Ai sa pas Skënderbeu, ai zinte vendin e parë për dashurinë dhe respektin për popull. Ka madje nga ata që thonë se shumë herë, sa nga njerëzit e vet ja patën shtën në vesh të ungjit, dyshonte për karakterin e këtij burri. Por ai s'u zuri besë, dasi dha rëndësi kësaj pune. Por kur më në fund, ish punë, lajmin e rebelimit dhe të aratisë, Skënderbeu e besoi më lehtë se sa kish bërë për Mojsiun, duke mbajtur parasysh karakterin e këtij njeriu që të tjerët e patën njohur më mirë se ai. Më në fund, ai nuk ja çau veshën mbretit në zotimet e kolla dhe me marrje të fryra, siç kish bërë Mojsiu, përkundrazi, duke nxjerrë veten të larë për dezertimin, pothuajse vetëm me arsyen, dhe duke patur për qëllim që fjala e tij të mos dukej e zbrazur, as e trilluar. Thonë se foli kështu. Sikur të lejoje të përmendim padrejtësinë tonë të vjetër dhe gabimin tonë të dikushëm kundër ju. Atëherë, do të mendoje se ne kemi ardhur tani tek ti. Po Mehmet, më fort për të ndëshkruar, sa për të shpresuar për ndonjë nder apo mbretëror. Për të vërtetë, a mund të kish gjë më të rëndë për të kundër pushtetit otoman? Se ajo që u bë siç e pat dikur nga ne, kohën e luftës hungareze, dhe jo me një qëndrim për armikut e vërtetë, për të ulët e kriminal. Me një pabesi që s'kishte mbaruar me mua për krah e shok në të gjithë planet, atëherë edhe ushtria juaj u trastua pranë Moravës. Edhe Epiri u rrëmbye me anë të një mashtrimi aq të kopshëm, dhe që andej lindën pastaj shkaqet për gjithë ato të zeza dhe për tërë atë gjak të bërë. Unë s'dua të mbroj veten, por vetëm të shfaq vendimin tim, dhe sigurisht frika ime në këtë rast do të ishte pa vend. Me dyshim i kot përpara mbretit, më të urtë dhe më zemërgjerë, sidomos kur mua më gaboi, ndoshta atëherë mosha ime djalëshore, e rrëmbyer për të keq të vet, dhe zemra që si duronte dot, sa duhet, mendimit. Ne i besuam ungjit për shumë gjëra, edhe pa ditur atë moshë. Ne ju lam ju dhe shkuam pas ti, duke i zënë beth, me një mendje lehtësi të përkuar. Por kur njëkohësisht, në moshën, na erdhi edhe mendja e kuptuam pavësinë e heshtur të ungjit. Dhe unë e mora vesh se ai dezertimi im, ka ju ka qenë tepër i dëmshëm për mua vetë sesa për të tjetër kërë. Skënderbeu rifitoi dhe arriti pushtetin e vet, por jo pa mund e ndim të madhe nga ne. Në kohë të gjatë pritëm që të na jepte në mos pjesë e të drejtave stërgjyshore dhe hatrore, të paktën një farë shpërblimi për djersën e rreziqet aq të mëdha. Në shumë kohë pas kësaj, ai u martua e gjetë trashëgimtarin e ri që kërkonte, pas ardhësinë e ri të Fronit. Neve, për të mos na lënë krejt si njerëz të thjeshtë, ta caktoi nga turpi i njerëzimit një çip për 2 pare të Epirit. U të hiqnim dhe bënim një jetë për faqe të zezë, ndërsa nuk mbante në dorë gjithçka tjetër. Zore kishte mbaja veten dhe ta përtypja atë turp, por rrethanat dhe karakteri shfrenuar e tij buri po shtrëngonin të fshija. Çdo gjë në zemër të mos flisnja, nga frika se mos më padiste për të dyshim, dhe më dërmonte ashtu që ja bëri pak kohë gjerq stresit, birit të motrës së vet, të cilin pasi e paditi për krime të trilluara, e zhveshi, pothuaj nga çdo pushtet. Unë do të kisha ardhur me gjithë qeftë e këtij, ta kisha lënë ungjin bukshkel bashkë me ndyrësitë e pushtetit të fligjur të tij. Mos më linte kujtimi i atij rebelimi të dikushëm, dhe i sa padrejtësive të tjera. Tani, më në fund, me ndihmën e Perëndive, kam ardhur shumë i gëzuar, sipas zotimeve dhe besës që më ke dhënë. Sa madhe shenjën, sa më grishe për atë që prej kohësh mendonja, vrapova me të kapë. Nuk u vonova, nuk prita,
si Mojsiu pak më parë, as fatkeqësitë e Skënderbeut, as varësitë e tua. Përndryshe, për plot të drejtë do të mund të mendoj edhe për mua se kam vështruar, por fort për shkak të ndonjë frike apo rreziku që më kërcënojnë. Siguroje interesat e mia, sepse të përfaqësoje vullnetin tënd. Po në fund, s'kemi lënë vend për dyshim nga ana jote, as shkaktimi nga ne, për ne pirë. Ja Mehmet, tu i ke pengjit e besnikërisë së përjetshme. Lidhjet e pakëputura të zemrës sonë. Gjën tonë më të shtrenjtë dhe më të dashur nga ato që natyra mund t'u dhurojë njerëzve gjatë gjithë jetës së tyre. Ja ty ti kemi sjellë këto që u deshti shkulli armikut nga duart, me qëllim që të mos mbeten më as pikë dyshimi dhe ta kesh të patur në besimin tonë. Tjetër gjë s'kemi sjellë, sepse edhe sigurt të na ishte e mundur t'i mblidhnim të gjithë me qetësi. Edhe pa frikë, s'kish si të tregonim ne në një punë aq të ngutshme, dhe në një ikje aq të fshehtë, në një kujdes për aq. Pastaj, di se çtur do të ish të sillnim tek ti. Sidomos, mbret aq shumë i pasur, do një fundrin të mirimit ton të dikush. Veç besës e vetmja që duhej të të jepnim. Ne s'kemi sigurisht gjë tjetër më të madhe. Dhe në rast se ti dëshiron nga ne, në një lidhje më të sigurt, jam gati ta pranoj ato që do të caktosh ti. Do të vendosësh vetë, se ne s'kemi ardhur këtu, që të japim urdhra, por që të marrim. Ne nuk zotohemi. Ne të japim fund lutës me timunj dhe të dërmojmë për lartësinë e Pirjote me 50.000 njerëz. Si dëshmi, dhe të jetë fati i zi i Ali Pashës dhe i të tjerëve si dhe fitoria para pakoshes e Baljas. Herald dhe jo e papërgjakur. Nga ne, nuk do të mungoj sigurisht shërbimi i kujdesshëm dhe besnik. Sa për të tjerat, që kanë të bëjnë me përfundimin e kësaj pune, dhe me shpagimin e padrejtësive të tua. Krye zotëri, nuk presin nga shërptor, as ti, mjeshtër i pashoj i luftës. Nuk i pret këshilla, a një njeri i paharur.